I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për misione të veçanta, Richard Grenell, ka bërë një thirrje të qartë për ndërprerjen e financimit të Gjykatës Speciale të Kosovës në Hag, e cila gjykon krimet e luftës në Kosovë. Në një postim në rrjetin social X, Grenell ka kritikuar ashpër këtë institucion duke e konsideruar atë si një instrument politik dhe jo të drejtësisë. Grenell ka reaguar pasi ka shpërndar një postim të gazetarit Fitim Çeku, në të cilin flitet për proceset dhe drejtësinë selektive që po ndjek Gjykata Speciale e Hagës. Ai e shprehur shkurt dhe prerë, ndalini fondet për këtë gjykatë, është gjithçka politik, miliarda janë shpenzuar dhe shpërdoruar. Ky reagim i Grenell vjen në një kohë kur në Hag po vazhdojnë proceset gjyqësore ndaj disa prej ish-udhëheqësve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, përfshirë edhe ish-presidentin Hashim Thaçi, të akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Deklarata e Grenell ka shkaktuar reagime të ndryshme në opinionin publik dhe politik në Kosovë. Disa e kanë parë atë si një sinjal të rëndësishëm për të rishikuar funksionimin e kësaj gjykate, ndërsa të tjerë kanë kritikuar për ndërhyrje në drejtësinë ndërkombëtare dhe për relativizim të krimeve të luftës. Gjykata Speciale, e njohur zyrtarisht si Dhomat e Specializuara të Kosovës, është krijuar me qëllim të trajtimit të pretendimeve për krime të kryera gjatë dhe pas luftës së Kosovës më 1998-1999. Ajo është themeluar me ligj të miratuar nga Kuvendi i Kosovës, por funksionon jashtë territorit të saj dhe me staf ndërkombëtar për të garantuar paanshmëri dhe mbrojtje të dëshmitarëve. Megjithatë, Grenell dhe disa zëra të tjerë ndërkombëtar kanë shprehur vazhdimisht dyshime për paanshmërinë dhe efektivitetin e kësaj gjykate. Ata pretendojnë se fokusi ekskluziv mbi UÇK-n, ndërkohë që shumë krime serbe nuk janë ndjekur penalisht në të njëjtin nivel, e bën këtë institucion të njëanshëm dhe me qëllime politike. Kujtojmë se Richard Grenell ka qenë i përfshirë në proceset e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë gjatë administratës së parë të presidentit Donald Trump, ku shpesh është parë si një zë kritik ndaj qeverive në Prishtinë për mënyrën e menaxhimit të marrëdhënieve ndërkombëtare. Përplasja për gjykatën speciale vazhdon të mbetet një çështje e ndjeshme në Kosovë, duke ngjallur debate të forta për drejtësinë, sovranitetin dhe përgjegjësinë historike. Deklarata të tilla si ajo e Grenell pritet të nxisin më tej diskutimet për rolin dhe të ardhmen e këtij institucioni.